Sot Kërçova vazhdon flasi shqip, do të vazhdoj edhe nesër, si kur më herët mërgjimtarët kanë marrë një hof të madh, një fluks i madh që thyen rekordet e 2013-s, që një numër i madh i mërgjimtarëve të evidentuar që janë mbi 5000 kanë marrë sot dhe dje që kanë stërmbushur Kërçovën me një frym si kur më herët, vetëm me nostalgjinë, dëshirën që të jemi të bashkuar kur diaspora mendon se Kërçova ka nevojë për votën, ndihmën e saj që të jenë më afër vendasve, të jenë më afër vendlindjes, për hir të së ardhmes dhe për hir të kauzës tonë kombëtare me veçantësia kërçovane. Prandaj shpresojmë që sonte të kemi një fitore që do të jetë në dobinë e të gjithë vendasve, do të jetë në dobi të gjithë kauzës tonë për të ardhmen, dhe kjo simbolizon bashkimi mund të arrijë të bëjë ndryshimin dhe bashkimi do të vazhdojë gjithmonë në të ardhmen të jetë pjesë e veçantë që Kërçova dhe gjithë Maqedonia tek shqiptarët do të arrijë që të ardhmen të bëjnë një ndryshim të veçantë. Faleminderit.